Çka të shkruajnë burra aty? Që po hina po lexojna direkt a merr, mujna me këshyrë që më shkruajnë burrat edhe me pana i mesazh për me ta lexuar është ta mani. Kujdes kamermana, më të shkoni të emnat e se ka një farë etike dhe këto farë pune. Po, a ta lexoj në mënyrë eksplicite? A jemi live? Bën jam me pep ti. Okej. Live. Pse po i man apo tutët që po tikina? E ka fjalën për gjoksin e grave. Gjetna ta shtina komente tjera të cilat super artiste je, trupin e ki shumë isha artë sët ka dhe komplimente do më të. Jo, po shumë... Jo, shumë e mirje, mos të keq kuptohem. Kështu që edhe nëse ja këshyr profilin, po bona është burri martum. Janë komentet. Unë nuk pritoj me nxjerr publikisht, nëse nuk e thejnë anaj rregull televiziv, absolutisht unë i nxjerri publikisht me emra, e ka fëmijët në cover, edhe pastaj Paulina thotë ai po e shfrytëzon dikon një obrë, ajo është Miran. Jo, more barabartë është edhe ajo. Është e barabartë. Po, ajo është Miran. Amer, kjo është kategoria hipokrite dhe imoralshme. Sepse vlera tjera ngrit publik, gjana tjera bën mas shpinë. Jo, more, ajo gruaja e cila donë me jetu jetën e vetë, e cila del hapur, i ka mendime të hapura, që ajo nuk është e pamoralshme. Ajo është gruaja njeri drejtë.